miq, shok, familjar dhe përfaqësues të politikës u mblodhën së bashku për t'i dhënë lamtumirën e fundit këngëtarit Shpat Kasapi. Dhimbja nuk mund të shprehej dot me fjalë, për vetë faktin se çdo gjë ndodhi krejt papritur. Shpati u largua nga jeta kur askush nuk e priste dhe la përgjysëm projekte muzikore. Pas asaj buzëqeshjet e këngëtarit kishte një dhimbje që ai asnjëherë nuk e shfaqi. Ishte pasiguria për të birin, pasi ende nuk ishte mundur të fliste dhe për këtë arsye Shpati e kishte çuar në Itali. Por dhimbja më e madhe, pa diskutim, është e mamas së tij, e cila është një grua shumë fisnike, por që tani i duhet të jetojë me dy humbje të mëdha, atë të bashkëshortit dhe të birit. Mamaja e këngëtarit më herët ka qenë deputete në parlamentin në Maqedoni, dhe ato që e njohin nga afër shprehen se përpos anës profesionale, ajo është një njeri i jashtëzakonshëm dhe me një zemër të madhe. Bashkë me Shpatin, asaj sot i ka ikur edhe një pjesë e shpirtit. Më pas, gjatë ceremonisë së lamtumirës, ajo tha disa fjalë që i prekën të gjithë. Sot është dita më e trishtë e jetës time, por me përullësi dua t'ju bëj një kërkesë. Dua që Shpatin ta kujtoni gjithmonë, të buzëqeshur, të dashur dhe me plot mirësi në shpirt, ashtu sikurse ai ishte. Shpati dinte të falte vetëm dashuri dhe asnjëherë nuk ngarkoi askënd me problemet e tij. Do ju jem mirënjohëse nëse e kujtonin tim bir ashtu sikurse ai ishte, një njeri pozitiv që i donte të gjithë. Kjo deklaratë e mamas së këngëtarit ka përlotur miqtë e tij.